Një 19 vjeçar ka ndëruar jetën në një aksident tragjik mbrëmjen e së shtunës në Fushkruj, teksa po i vinte në ndihmë një shtetase të huaj, makina e së cilës ishte fikur. E teksa adoleshenti identifikuar si Irdi Laçi ishte duke shtyr makinën Benza klas ngjyrë blu në aksin rrugor Fushkruj Ura i Gjollës. Ai është goditur nga një furistrat tip Jeep Wrangler, e cila ka ardhur nga pas me shpejtësi. Forca goditëse ka qenë e madhe dhe kjo dallohet edhe nga dëmtimet që ka pësuar automjeti Benza klas. I gjendur mes dy mjeteve, njeriu nuk ka mundur të mbijetojë plagëve pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve, duke ndruar jetë në spital. Teksa për hetimin e aksidentit është ngritur edhe një grup hetimor. Drejtuesi i mjetit luksoz, 33 vjeçari me inicialet BM, është vënë në pranga nga policia. Po mbrëmjen e së shtunës, një tjetër aksident me pasojë vdekje është shënuar në Prushë të Tiranës. Një 23 vjeçar me inicialet FG ka përplasur me makinën që po udhëtonte një motomjet me drejtues 29 vjeçarin me inicialet BT, i cili ka ndruar jetë në vend. Po ashtu në gjendje kritike për jetën raportohet se është edhe pasagjerja në motor 22 vjeçarja me inicialet AG. Mëngjesi i së dielës po ashtu ka qenë tragjik për një 62 vjeçar në Libofsh të Fierit. Xhoxhi Prifti ka humbur jetën teksa po punonte tokën e tij bujqësore me traktor. Sipas burimeve nga vendngjarja, dyshohet se gjatë procesit të punës mjeti bujqësor është përmbysur duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Ndërkohë në aksin rrugor Berat Lushnjë në afërsi të fshatit Çukas, një mjet tip Chevrolet ka përfunduar në kanalin kullues përgjatë rrugës. Drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin dhe për pasojë kanë përfunduar jashtë rruge. Në mjet ndodheshin dy bashkëshortë që udhëtonin drejt Tiranës, Bilbil dhe Xhevahire Nure, pasi ktheheshin nga Berati. Është dashur ndërhyrja e zjarfiksëve të Lushnjës që kanë bërë të mundur nxjerrjen e dy personave, të cilët kanë marrë lëndime të rënda dhe janë transportuar me urgjencë drejt spitalit të Lushnjës.